Atëherë dashur, kam sot në studio të ftuara 2 dizajnerë të reja, të cilat po përgatiten për këtë vikend. Kemi Fashion Weekend Skopje, ku do prezantojnë koleksionet e tyre si edhe po ashtu si temë diplome. Kam sot të ftuar me shumë kënaqësi Rejhana Vinca dhe Miradije Selimi. Shumë përshëndetje të dashura dhe faleminderit që keni gjetë kohë dhe mundësi të jeni sot me ne. Faleminderit edhe ju për ftesën. Po na pret apo një fundjavë besoj që mori shumë kohë punë dhe mund për të përgatitur fillimisht. Dua di pak jeni vetë se akoma studente tek Instituti i Modës Izet Curri dhe do përfundoni apo do prezantoni dhe rekreacionet të juaja sfilate, domethënë le të themi si një temë diploma apo punim diplome në Fashion Weekend Skopje. Dua di pak mbi koleksionet që do prezantoni, qoftë mbi temën, po edhe materiale dhe gjithçka tjetër. Okej, patjetër. Do me thonë temën që kam zgjedhur në për këtë koleksion, do me thonë që vetë ka titullin temë diplomimi, djetë që është diçka pak me rëndësi, që duhet me i kushtu pak ma tepër vëmendje, e kam zgjedhur arkitektura e njeve. Do me thonë nuk ka qenë që vetëm me realizu një skic, me nxjerrë aty mirë, po ka qenë ideja, emocioni me ja dhënë një formë. Po ashtu frymëzimin që kam patë prej arkitekturës dhe periudhës historike. Nëse flasim pak për detaje që shme thonë, dhe me thonë në moment që i kom realizu ata 15 veshje për koleksion, ka qenë që ndryshimin e kam bërë skica mund të qenë pak ma ndryshe, mirë po kur ja kam nisë me realizu e kam dru gjithka që shmë ka erdhë në mendje në ato momente. Gjithashtu edhe koleksionin që e kam bërë, nuk besoj që tjetë vetëm për një moment sa me e kalu këtë periudhë, mirë po dua që në të ardhmen të mdihmoj mua diçka për me e bë një koleksion pak më ndryshe apo pak më të veçantë që me thonë prej të tjerave. Që tjetë kjo thua si një fillim ose si një bazë që për të hapur pastaj në koleksionet të tjera, pak a shumë. Po, për me vazhdu në të ardhmen time. Gjithashtu shpresoj që edhe publiku që dhe në Fashion Weekend të jetë i kënaqur me neve, vetëm që ngellë si një imazh se çfarë kemi bërë ne, mirë po ajo ideja jonë që ngellë t'ju le përshtypja atyre. Si teme, kishe ndoshta të menduar që moti apo rodhi kohë të fundit? Po, këtë është dashur me zgjedhë, dhe me thonë vitin e 4 kjo krejt është, dhe ka qenë shumë e vështirë për me zgjedhë, se dy kështu ashtu ose puna pak që shme realizu. Kjo ka ndodhë, dhe me thonë, para se më hi viti 4, jam mendu dhe në fund si përfundim ka thonë ndoshta është pak më ndryshe prej disa koleksioneve të tjera dhe përzgjodha këtë me e bo. Kur thua arkitektura dhe historia, çfarë ndoshta më saktësisht, çfarë kur e shohim veshin ose çfarë ty vetë të bën përshtypje ose ku u frymëzove që i krijove këtë veshje? Se shohim veshin drejt për drejt, ajo ndoshta nuk e tregon saktësisht atë, mirë po ideja flet. Do me thonë arkitektura që i kem realizua unë ato, ajo pak e flet e tregon se çfarë ndërlidhet njëra me tjetrën, se nuk janë të njëjta krejt që i kam bërë, ka ndryshime në mes koleksioneve. Rejhana, po tema jote, besoj po ashtu e di edhe tek ti 15 veshje, punë e madhe, ka muaj tashmë, javë që po bën prova dhe përfundimet e atyre detajeve deri në fund të kësaj jave. Është një punë plot stres, po që në fund t'ja vlen, dhe është një emocion shumë i madh kur ta përjeton, kur ta shohësh që puna jote është shifet me një pasarel, se ndryshe është kur ta vesh një modele dhe hecë. Unë jam inspiru pi viteve 1900, kam dasht me e bo një reinterpretim të kohës të kalune në të ardhmen. Kam dasht kur na hecëm në të ardhmen, punës me arruat 2 vjetrën prej ku kena ardhë. Edhe që ka dhe emrin, where past meets the present. Kam dash me marrë disa detajet, siluetave ose që i kanë pas disa detaje shumë të rafinume, korsetat, këtë senet i kam marrë, që kam dash me përshtat edhe me kohën e tashme, po edhe me përshtat pak me stilin tem. Që kur të shifet, mu pa që është prej me e bëna. Çfarë, se do kalojmë edhe tek stili gjithsesi, po pasi vetë se e përmende, çfarë ndoshta është ky stili yt që e bën këtë signature look tënden, por edhe e tregon edhe në këtë koleksionin e fundit që do prezantosh tash në Pesarel. Këtu jam mundu pak me eksperimentu, se unë kështë pavarësisht këtyne çka i punoj në fakultet, unë jam pak ma stilin e veshjeve të përditshme, kur mu qu edhe me thanë këta kam e vesh, këta kam i ndresh, mu kombinu krejt mirë.
Po këtu jam mundu me bo diçka me eksperimentu pak, se është një mundësi që ndoshta nuk do i kisha bo nesër mas nesër kur ta kem atelien teme ose dyqanin tem. Ndoshta nuk do i kisha bo. Një gjë e re le të themi që ka ardhur një mundësi dhe pse mos të eksperimentojmë apo provojmë ta nxjerrim një anë tjetër të vetes time. Gjë e mirë besoj për dizajnerët kur krijon jashtë ndoshta komfort zonës ose asaj që je mësuar zakonisht. Patjetër po, dhe kjo është një hapësirë shumë e mirë se domethënë në këtë institut ne kemi pasur më tepër anën praktike, që domethënë më tepër i vlen kjo një studenti, se në të ardhmen kur t'ja nisim me punu, domethënë më shumë na duhet praktika se sa teoria. 15 veshje apo jo? Sa punë kërkon një koleksion prej 15 veshjesh? Plot punë dhe plot stres. Do me thonë ditë e natë me punu, po inshallah në fund t'ja vlen gjitha i mund. Jemi gati po të përfundojmë gjitha ato detajet? Janë të përfunduara, krejt kanë me të vichëm disa detajet vogla lidhur me modelet këta. Çfarë mund shohim te koleksioni yt Miradi? Do të thonë, mendoj çfarë artikuj, çfarë veshje, çfarë ngjyrash, pse pikërisht ato ngjyra apo ato veshje, ato tekstura? Unë i kam përzgjedhur 4 ngjyrat, domethënë e kaltërt, e gjelbërt edhe di ngjyrat kremte pak më ndryshe. Unë e përdor aty litar, apo që me thëmë pak më ndryshe, nuk kam përdorur ruza e kësaj sene, që desha tjetë pak më ndryshe, kur ta shet dikush mos tjetë për shembull siç e ka pas çdo koleksion tjetër, por të bjen sy pak më ndryshe se ç'ka pasur edhe tjera. Pse pikërisht këto ngjyra, apo mendoj janë ngjyra që ti thjesht i preferon, apo në këtë temë lidhur me arkitekturën e historinë ndoshta flenë më tepër, përshtaten më tepër? Në të njëjtën kohë mendoj që edhe flenë, mirë, po kjo është edhe ngjyrat e mia pak më të preferuara, që i kam edhe një të përditshme janë këta, që i preferoj më tepër. Do shohim më shumë fustane, funde, pantallona apo? Më tepër kam përdorur fustane, kam bërë edhe disa korseta me funda, mirë, po pjesa më e madhe është me fustane që e kam bërë, ka edhe gjata, të shkurta, ato ndrojnë. Te këto dyja bëhet fjalë për koleksione për veshje femrash. Po. Mendoni të vazhdoni po ashtu edhe tutje të punoni vetëm me veshje femrash apo ndoshta do eksperimentoni edhe me veshje meshkuj? Jo, kisha dashur të eksperimentu edhe për meshkuj. Me provu diçka më tre, me dal gjithmonë me dal prej asaj komfort zonës pak. Meqense vetë edhe i preferon këto veshje ditore apo të përditshme, atëherë është edhe më e lehtë ndoshta në atë. Rejana, kurse tek ty po ashtu 15 veshje, çfarë mund shohim, çfarë karakteristika përmbajnë këto? Janë përzira, janë me fustana, ka korseta, ka sako, pantallona, është një mix. Se jam mundu me përshtat pakojnë e atërshme me sjell qtashmen. Kur thua, domethënë, flasim e kaluara, po takon të tashmen, po bëhet bashkë me të tashmen, apo jo? Janë një dialog i ndërthurur. Çfarë do marrim nga koha? Sepse ndoshta për juve vetë se i dini më mirë, sepse bëni dhe analizë mode të kaluar, në përgjithësi i dini periudhat dhe gjithçka. Për neve, ndoshta të tjerët, që na shpjegoni pak më mirë, çfarë kanë qenë karakteristikë, le të themi, për atë kohë dhe çfarë është tash, ose çfarë je mundu të bashkosh? Ja mundu atë edhe qëta është ka korseta, po në qatë periudhë janë kanë ma ndryshe, femrat nuk kanë mujtë me dalë, për shembull me shku dikun pa e pas vesh një korset, janë kanë silueta e femrës u kanë ma perfekt. Dhe jam mundu pak që ata me bo pak me të tashmen, me përzi. Po ngjyrat? Ngjyrat janë bordo, janë pink, gold edhe krem, edhe të bardhë. Janë një mix, po që kam përzgjedh që kam menu që i shkojnë tamam atij koleksionet dhe janë materialet broka që ma shumë ka pas në qatë kohë. Kur jemi, sepse bëhet fjalë Fashion Week në Skopje vetë se njifet, është një skenjë që jetë besoj nga shumica në mos nga të gjithë, një mundësi e mirë për secilin, qoftë student apo dhe designer, tek pjesa e modeleve, krijon veshjet për modelet apo pastaj adaptohen për to? Jo, veshjet i krijon në bazë të kuklës, masnej ato i adapton në bazë të modeleve. Po ka modele me proporcione të ndryshme, në qëfëse nuk i bje tamam ajo, e zgjedh një modele tjetër. Çfarë presim?
ose çfarë shpresojmë të ndodhë, më thënë me datë, bëhet fjalë që mos harrojmë bëhet fjalë për datën 29 mars, apo jo në Diamond Mall, në ora, me fillim në ora 16, po, në ora 4. Çfarë është një mundësi e mirë, si që thamë, për të takuar edhe njerëz, për të hapur puna, për të parë koleksionet puna juaj si dizajnere të reja nga shumë persona, po ju vetë si dizajnere që po vije ky koleksion i ri juaj, çfarë shpresojmë ose çfarë po mundohemi të tregojmë? Fillimisht kjo është çdo ëndër me çdo studenti që pret këtë me padurim ndodhet, me thënë emocionet janë tepërta si çdo kusht tjetër. Dhe gjithashtu shpresojmë që me këtë koleksion ta tregojmë pak veten se çish jena mundu për këto 4 vite me e drejtu veten tonë, shembull se çfarë në rrugë jena ose çfarë drejtimi të vazhdojmë, edhe njerëzit pak a shumë me na përkrah për këtë drejtim që kena nisë. Ndanë po ashtu të njëjtën, le themi mendim, apo pret diçka ndoshta edhe. Po familjen krenare është gjithmonë. Edhe është një emocion shumë i papërshkrueshëm me pa punën tonë me hec në pistë. Merr zakonisht besoj, apo jo si çdo, sepse edhe moda është art në vete, si çdo art tjetër i merr ato orët edhe punën, një lodhje e madhe, 4 vite nuk janë pak, marrin përkushtim shumë. Sa orë ose sa mund merr një koleksion prej 15 veshjesh? Gati 7-8 muaj. Varet edhe nga puna, shembull se çdo dizajn e ka të njëjtë, ndonjëna merr pak më tepër kohë, ndonjëna më pak. Mirë, po ne kena punu pak më tepër orë, kena ditë pak më gjatë për me ardhur përfundimin me kryen tamam në kohë. Besoj fillimisht ishin ato skicat, apo jo, fillimisht idetë edhe gjithçka hudhja në letër. Kishte raste kur bëj ndonjë veshje deri në detaj, apo fillimisht nisi me një ide, përfundonte diçka tjetër ose eliminonet komplet një veshje nga koleksioni. Ajo është gjithmonë që ideja në fillim është diçka tjetër, po deri në realizim senet ndryshojnë. Po gjithçka ja nis për një ide, një skice. Çfarë ka qenë më sfiduese në këtë, le themi në këtë udhtim, prej 7-8 muajsh deri në jemi vetë se pothuajse afër fundjavës, çfarë do të cilësonit më sfiduese? Po, s'di që me thonë, do me thonë... E gjithë puna është sfidë. Se të marrësh pjesë në Fashion Weekend është pak përgjithësi e madhe. Nuk është veç hajt mi krye dhe mu po. Përgjithësi e madhe për shkak të punës së juaj që do shifet, apo edhe njerëzve që do vinë? Po, është përgjithësi e madhe për punën që ka mu pa gjithaj mund, mos shkoj i kotë. Mos tjetë vetëm për një moment, me thonë për të vazhdoj pak për në të ardhmen tonë, të regoj diçka më tepër. është, sepse do ngelet para shumë si, le të themi, një vull ose një pik në karrierë apo në bagazhin e juaj. Do mbahet, është diçka që do mbahet në mend. Po, patjetër. Është sfilata e parë, le të themi, pasarela e parë që po realizoni, apo kemi pasur edhe Jo, kemi pasur edhe sfilata tjera nëpërmjet fakultetit që kena bën, kemi pas ekspozita, do të thënë i na mësu, po jo me çka numër të madh. Se gjithmonë kena pas një veshje, edhe kena pas një temë caktuar, atë tash është pak më ndryshe, është një temë që kemi zgjedhur na, është pak një numër më i madh veshjesh, është më ndryshe. Më personale, si që vjen fjala. Fiks, mirë. Se kur i kena pas tjera, te kena pas do me thonë emër të fakultetit, ka një veshje, janë kanë ata më shumë fokusojnë njerëzit personale, që ke po si kush për vetë. Ka nisur ato, ose keni pasur tashmë ndoshta pyetja që nga familja, nga rrethi apo shoqëria, çfarë do bëni, si do bëni, çfarë do prezantoni, pasi që thua është më personale dhe ka dalur ftesat vetë se kanë dalur emrat, gjithçka është shpallur. Kështu që ka nisur ndoshta edhe pyetjet apo komentet? Kanë qenë gjithmonë. Po normal, secili e ka një ëndër ose një dëshirë që me vazhdu me pas diçka të vetën. Tek temat, se thonjë që keni zgjedhur vetë, që si janë përsëri në bashkëpunim me profesorët, apo ngelet kësaj radhe komplet gjithçka në duart e juaj, apo marrim në ndërkohë sugjerime dhe bashkëpunime? Po normal. Tjetër. Gjithmonë i marrim sugjerimet ose konsultohemi me profesorët, a është në rregull ajo, çka duhet më shtu, çka duhet më hek. Se është një
ato kanë një bagazh shumë të madh se neve. Keni ndoshta diçka të preferuar, qoftë flas në këtë udhtim, qoftë një moment ose një veshje nga koleksioni, dhe pse? Shembull, unë koleksionin tim kisha folë më tepër ata veshje fustane që kanë bërë me ngjyrë të gjelbërt. Nuk e di pse, mirë, po diçka me më shumë reflektim në atë ngjyrë, edhe jo mundu ata me gjelbërt pakës më përkushtim më ndryshe me i pa. Po ju më jep më shumë reflektim koleksionin tim. Për mu normal, gjitha janë kështu, që më kanë mitë se secila e ka atë kuptimin e vetë dhe gjithmonë kam dalë prej asaj komfort zonës, nuk kam bo diçka që është bazike, gjithmonë kam eksperimentu, mu kanë ma ekstravagante, edhe secila e ka atë mënyrën e vetë qysh u kanë e paraqitme, qysh u kanë e realizume krejtë. Materialet, çfarë materiale kemi përdorur kësaj here, pasi veshjet që janë përfunduar, çfarë materiale të shohim? Materialet janë satin, janë zhorxhet, brokat. Janë materiale që vetë se keni punuar me to, apo edhe keni provuar diçka të re? Në me thonë, unë satenin është që kam provuar, gati 4 vite kam përzime, po litari që e kam bërë atë si dekorim është hera e parë, që e kam përdojnë fillim e komentu që e kam pak ma letë, isha ndoshta shkon me shpik, mirë, po nuk ishte, ashtu ishte pak e vështirë, përfundimi sende që ishme i mbil, po ja dole ma. është gjithçka pundore tek Po, litari? krejt pundore. Dhe me thonë, veç ajo sateni që fustani si formë që është e kepet maqinë, ajo litari është krejt pundore që e kam bërë. Flasim vetëm për një veshje me litar, apo kemi disa pjesë, disa... Dhe me thonë, krejt koleksioni përfshihet me litar. Do të thënë, goxha punë. Pa ja gji. Puna e dorës është edhe ma eronë. E preferoni, ndoshta do ta punoni edhe më tutje? Për mua, po, unë e kam si terapi punën e dorës, edhe preferoj ma shumë seni mi bon në dorë se sa në maqinë. Dhe njerë dhe puna e dorës ka ma tepër duk ma reflekton ma shumë se sa e maqinës. Me thënë që gjithë qka mund bëhet maqinë, po ajo e dorës të pak më ndryshe. Merë pak ma shumë kohë, mirë po përfundimi kur bjene shë se ja ka vlejtë, me thonë atë kohën që e ka ma. Mund të quajmë pak më detajiste ndoshta, ose më të personalizuar edhe? Po. Qëfar deri më tani ka pas, qëfar keni bërë ndoshta me pundore? Se tek litarët dhe desha të them një koment që besoj aty dhe ndoshta kjo lidhja me arkitekturën pak ajo pjesa e kolonave dhe gjithçka dhe historisë. Kjo diagonale me rretha, vertikale, dhe me thonë krejt ndryshme i kam pas. Kurse në të tjera, qoftë pasarela apo koleksione që keni bërë apo prezantime veshje, çfarë pundore keni deri më tani keni ndoshta provuar? Puna e dorës gjithmonë është për çdo veshje. Pandashme. Po. Edhe sa do me eliminu ose... Nuk përsi që ka ndë një veshje pa mos pas punë dore. Dhe me thonë ruzat, ata sende që enën ma tepër, ata buen krejt në dorë, që i kemi pas për vitit parë dhe vitit 4, kemi bë dhe ashtu diçka. Edhe ato kanë qenë krejt në dorë. Pas kësaj pasarela, kemi vetë mendime apo ide ose plane se çfarë do bëjmë tutje? Po, e armja gjithmonë është parasysh, dhe me thonë për të 4 vite që i kemi bë, besojmë që në të ardhmen ta hapim një atelje timen, edhe të vazhdojmë me këtë punë. Që e kam bë, dhe me thonë stilin e kam me përdor veshje pak ma luksoze, për evente, kësi sende pak ma ndryshme, jo me kështu veshje të përdiqme, pak edhe rrethi që e lyp edhe ajo pak ndikon. Kështu që ardhmja ime besoj tjetë. Po, definitivisht edhe preferenca e klientave. Po, pa tjetër. Ajo vijet parasysh. Dhe më thënë fustane, flasim, fustane gjata shkurtra, po që do jenë për eventa, hengje... Edhe gjata dhe shkurtra, mirë po pak më shumë me luksosi, me thënë me ruza, me kësi sene, me mendoj. Pak më të rëndë. Po. Po ty Rejana, kemi diçka? Une jam ma ka e përdiqmja, po normal që besoj që kam e pas diçka timen, qoftë një butik, ose një dyqan, një atelje, që kam e pas që kur ty një kliente mos me thonë se ka këta, ose se kam këta për me i ble. Dhe me thonë me pas gjithë shka. Kur themi veshje të përditshme, ose veshje, dhe me thonë, që mund të veshim për çdo ditë, po kësa herë po flasim me një dizajnerë, sepse ndryshojmë pak ndoshta nga këto veshjet që i shohim në fast fashion ose gjithçka që jemi mësu. Si mund t'i paramendojmë? Më thënë stilin, në përgjithësi tëndin, ose thjesht të veshjet e përditshme që kenë plan t'i realizosh? Është ma shumë street style,
por edhe një pjesë ka më kënë elegante për ndaj event ose diçka. Ose thjesht për këdo që preferon do shtat lloj stili. Po, ka më kënë një mix, por jo kësi luksoze për ahengje për... Paka shumë i keni ndarë punët. Të kundërta. Shumë e mirë, atëherë kushdo që është interesuar mund shkruaj te Rejhana për të përditshme, kurse për evente... E përkrahin njëra tjetër. Kështu ideja ti kemi të kundërta, ama për... që me dhanë kër vjen puna, për dishka me bashkëpunu jena një mendim. Ndonjë koleksion bashk, ose ndonjë le të themi bashkëpunim, mendojmë ndonjëherë, kemi menduar, ose do mund të realizonim, ose të funksiononte? Ndoshta edhe po. Nuk i dihet. Që 4 vite do me thonë me të vërtet kemi pas shumë bashkëpunime, marrëveshje njëra me tjetrën, si kolektiv, do me thonë shumë i kemi ndihmu njëra tjetrën, edhe besoj që edhe në tardhme mund të funksionoj, edhe pse ideja ti kena të ndryshme, mirë po mund të vine një përfundimi për bashkët. Si një pikë që ka bashku, se kështu mendimet për shembull dëshirat, preferencat i kena ndryshe, por kër e kena realizu një diçka, asnjëherë s'kena mujt pa njëna tjetrën, pa mendimin e njëna tjetrës. Rëndësishme të kesh njerëz të tillë afër që bashkëpunojnë, ndihmojnë, merr mendimet. Besoj edhe jemi fat kriki. E vërtet. Besoj edhe në botën e dizajnit vazhdojnë e njëjta. Sa ndikon ndoshta edhe mendimet e kolegëve apo ndihma e tyre? Me thonë është 50% e punës ndikon. Me thonë edhe gjysma e idesë është, gjysma kur të ndihmon kolektive është shumë mirë. Se jo çdo herë për shembull mundesh me dhënë përfundimin a me lëng kështu a me bën ndryshe. Kur kolektivi është më shumë për një anë, atëherë edhe ti e din se më mirë mund dalet çashtu. Gjithmonë vjen ai mendimi se sikur ti çel do foldera të tjerë. Si një lloj vule që ta bindë dhe atë opinionin që ke kriju ti. Te ky koleksione faktikisht që do prezantojmë në Fashion Week Skopje, keni marrë mendimet e njëra tjetrës apo ndimet e njëra tjetrës? Gjithmonë. Patjetër. Derisa kena në përfundim çdo ditë, çdo orë, edhe në shtëpi kur jena njëra tjetrës patjetër ti telefonojmë për çdo bashkëpunim. Plus që të dyja keni pasur të njëjtin rrugtim, kështu që kur ndahet eksperienca bëhet edhe më e lehtë dhe secila keni kuptuar vetë situatën e njëra tjetrës. Edhe mendoj që duke pasur stile të ndryshme në modë, por nëse do krijojë një bashkëpunim do vinte diçka interesante, se zakonisht kur bashkëpunohen dy stile të ndryshme vije diçka interesante. Ndonjëherë them që edhe ajo kanë sini që na ka bashku, se për shembull ti kur e ke një ide të vinë edhe diçka ma ndryshe ose ma ekstra. Nëse mund ka mungu ajo ana elegante ose luksoze, gjithmonë e kam marrë prej kësaj. Ose e kundërta. Që ndoshta do ta kemi edhe në të ardhmen. Shpresoj që. Sepse dua mendohet dhe besoj që do realizohet patjetër hapja e ateljes me fustana elegant për ahengje të ndryshme për evente, si që the paka shumë edhe rrethi qoftë të detyron ose thjesht e ndihmon atë pjesën, por që sa rëndësishme është edhe preferenca e klientëve, apo sepse si dizajnerët të reja që jeni është rëndësishme edhe kjo pjesa të mirë parasysh. Unë mendoj që edhe pse s'ja kam nisë bashkë tamam me punë, mirë për që është shumë, mendoj se është shumë e rëndësishme, se klienti dhe me thonë që vinë duhet me dali kënaqur me punën tënde, që me lënë përshtypje me erdhe dhe hedhërës tjetër, e jo me thonë që kjo ka qenë e para dhe fundi që e kam bërë. Duhet mendoj shumë rëndësi me i dhanë kësaj pune. Ti normal kërkesën e klientit e merr parasysh se te ke fundit qysh e don ai, por normal ti mundohesh me ia tregu që është mënyra më e mirë për ato, se qysh i rrin asaj më mirë, qysh ka një dok më bukur. Por normal që mirët parasysh. Dhe po ashtu edhe pjesa e trendeve që ndikon shumë në modë, përgjithësisht ju si designer mundoni të ruani edhe atë autenticitetin e juaj që bën, do të thonë atë stilin e juaj që e krijoni, kështu që edhe kjo pjesa besoj e rëndësishme është, sepse trendet sa do pak apo sa deshtëm apo s'deshtëm ndikojnë apo jo në preferencat e njerëzve. Normal, ndikojnë shumë. Rejhana gjithsesi do ketë ndoshta pak më shumë kërkesa pasi tha që do eksperimentoj edhe me veshjet e meshkujve. Kështu që do ketë pak më shumë pune dhe mendime. Shpresoj. Provat për Fashion Week Skopje vetë se ka nisur, apo jo? Gati se janë përfundim. Gati se janë në përfundim. Si ishte ndjenja të shihni në pasarela apo veshjet e juaja tashmë të veshura dhe të finalizuara në modela?
Në momentin kur e sheh që ti veç sa e ke përfundu, edhe kur e vishi është gjithçka perfekt ose është tamam si me pas bë për ata, është një ndjenjë normal shumë e mirë. Po, se kur I punojmë çdo ditë, do me thonë të njëjtën kukull, që me thonë, ajo më veç se sytet e të lodhen ka një herë dhe më duket ama kur e vesh një model, ajo jep krejt një pamje tjetër. Normal, hecja e Gjithçka, po skena vetë dhe ndriçimi dhe çdo gjë ambienti e bën atë punën ndryshe dhe I besoj jep një ndjenjë ndryshe. Normal. Do jemi me datë 29 mars, dhe më thënë këtë të diel në Diamond Mall, në Fashion Weekend Skopje me fillim në ora 16, ku do shohim koleksionet e 3 studentëve, sepse do kemi edhe të pranishme edhe një vajzë tjetër e cila sot fatkeqësisht nuk kishim mundësi ta kemi pranë nesh, kështu që do kemi çfarë të shohim, që ta dinë shikuesit mund të vinë gjithsecili që dëshiron, apo është numri vetë se I limituar me ftesa apo diçka tjetër. Jo, mundet të vinë, ka vend mjaftueshëm për mysafir. Janë të mirë se ardhur kushdo që tjetër, që dhe kënaqësi për neve pak më shumë publik kur të ka. Fiks. Dhe të shifet puna, sepse jo, meriton dhe të shifet, sepse është një punë që ka kaluar mund, lodhje dhe shumë e shumë orë punë. 15 veshje nga secili koleksion nuk janë as pak, është vërtet mundi madh. Po, normal. Kështu që për gjithë dhe njerë do përsërisim në datë 29 mars të dielën në Diamond Mall me fillim në ora 16 dhe unë uroj në mundësi do jem edhe unë aty, pse jo do besoj do I shijoj shumë veshjet. Unë falenderoj shumë të dyjave që gjetët kohë dhe mundësi sot jeni me mua, vërtet shumë kënaqësi që ju kisha. Uroj që të shkoj sa më mirë të dy koleksionet në pasarel dhe në gjithçka në paraqitjen e tyre dhe uroj që ritakohemi sërish për të tjera suksese. Faleminderit edhe ju shumë për ftesën. E dashur të dashur, me një bisedë kaq këndshme ne po e përfundojmë edhe për sot, duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të premten në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.